e kemi lidhje. Përshëndetje, Loris, përshëndetje, mësuesja e Lorisit, shpresoj që po më dëgjoni. A më dëgjoni? Po më dëgjoni, po? E po, shumë mirë atëherë. Fillimisht, ju dërgova një përshëndetje të dyve edhe na tregoni ku jeni. A jeni ende në Amerikë apo jeni kthy në Shqipëri? Nuk e kuptova me dashmir. Ju pyeta se po vazhdoni të jeni në Amerikë apo jeni kthyer në Shqipëri? Jo, ne jemi në Shqipëri. Okej. E po mirë atëherë. Shumë Loris, atëherë e ke mësuesen aty afër teja, po? Po. Është mësuesja e matematikës apo e kimisë? Se ke sjell dy rezultate të mira. Matematikës. E po shumë mirë atëherë, përshëndesim edhe mësuesen. Loris, unë kisha dash pak me mësuesen të flas, pastaj do të flasim me ty, sepse ka merita të mëdha mësuesja dhe përshëndetje. Nëse po na dëgjon, e keni afër nxënësin tuaj aty që ka sjellë rezultate fantastike për Shqipërinë, për gjithë shqiptarët kudo që janë. Kështu që si ishte për ju ndjenja derisa morët lajmin që ka sjellë një medalje ari sa i përket matematikës për klasën e 9-ta atje në Amerikën e Largët? Nuk e zgjodha. Po, tani do provojmë prapë. Atëherë nga mësuesja kërkojmë që të na japë një përgjigje për atë se si ka ndje veten kur ka marrë lajmin për Lorisin se është shpall fituesi një medalje ari atje në Orlando të Amerikës në Olimpiadën botërore të matematikës që është në Neo Science dhe që ka zënë vendin e parë, kështu që cila ishte ndjenja për ju, cila momenti kur morët lajmin. Kjo më interesant fillimisht. Po. Shumë e lumtur për çmimin që morëm, sepse morëm çmimin e parë, vendin e parë në matematikë, për klasat e 9-ta. Unë isha e vetja shqiptare që isha aty në Orlando, por dhe në mbështetjen e kosovarëve, kosovar, dhe mbështetëm fitoren e Lorisit. Kështu që ishte moment fantastik për ju aty. Po. Të lutem më trego se mua gjithmonë më intereson ajo periudha e cila është më e vështira për të arritur rezultatin, sepse kur arrihet rezultati, gjithçka është më ndryshe aty. Si ka qenë Lorisi në të kaluarën, edhe keni pa këto rezultatet që mund të sjell sa i përket matematikës, Lorisi? Po, Lorisi ka filluar të përgatitet për Olimpiadë, që është në klasën e 6. Dhe ne kemi marrë pjesë në Olimpiada të ndryshme këtu në Shqipëri, si dhe në Olimpiadën Neo vitin e kaluar, të cilët për një pikë nuk morën dot medaljen e bronzit. Ndërsa këtë vit morën medalje bronzi në Olimpiadën online dhe vendin e parë në Orlando. Kështu që diçka e bukur, diçka e mirë që u bë shumë punë sigurisht për Lorisin aty për të sjellë këtë rezultat. E të lutem mësuese, nëse më dëgjon tani do të bëj edhe një pyetje dhe pastaj do të kaloj tek Lorisi. Më trego se si janë nxënësit tjerë, sepse ju normalisht që keni edhe shumë nxënës të tjerë, si janë nxënësit e tjerë me matematikën në klasën e 9 aty. Tani për tani. Po, nxënësit e tjerë të klasës së 9 punojnë zakonisht me librat e shkollës, programin shkollor. Ndërsa Lorisi punon mbi programin shkollor. Prandaj dhe arritën këto rezultate. Kjo është ajo e bukura që është më shumë i angazhuar si duket, apo? Po, shumë i angazhuar. Lorisi punon çdo ditë dhe nuk ndjen lodhje për punën që bën. Punon me kënaqësi për mandën matematikës. Fantastike. Unë tani dua të bisedoj me Lorisin. Loris, nëse po më dëgjon, edhe na trego se është shumë e rëndësishme kjo,
shumica e nxënësve gjithmonë i kanë ato ankesat sa i përket matematikës. Por ja që për ty kjo nuk duket as pak problem. Edhe ke një dashuri të veçantë për matematikën, sepse pa e dash matematikën nuk mund të korrësh edhe këto suksese që ke bërë. Kështu që a je që nga fëmijëria dashamir i matematikës apo si? Po. Edhe që krejt kohën je i angazhuar drejt asaj. Kështu që tregon pak për testin që ke zhvilluar aty, si ka qenë për ty edhe gjitha ato që ke parë për të sjellë medaljen e arit në Shqipëri. Po. Provimi që bëra atje ishte provim që bëj për klasët e 9-ta, të 10-ta dhe të 11-ta. Okej. Ne për gatitin që ne kemi bërë, ai provim nuk ishte dhe aq i vështirë për mua. Edhe aty, po dëgjoj. Nuk shumë i vështirë, unë isha shumë optimist për çmimin që do merrja në ceremoninë e ndarjes së çmimeve. Fantastike. Unë që dua të pyes, se mos t'ju mbaj më shumë, dua ta di se gara të tilla, olimpiada botërore të tilla, ka pothuajse gjatë gjithë kohës. Kështu që a do të jetë kjo e fundit për ty apo ky është vetëm fillimi? Ana financiare për të ndjekur këto olimpiada është nuk është dhe aq e madhe. Prandaj mund t'i kufizojmë këtë olimpiada. Unë shpresoj që Shqipëria tani do të angazhohet më shumë, duke ditë që ke marrë medaljen e arit aty për matematikën, ke marrë medaljen e bronz për kimin aty, kështu që sigurisht që do të angazhohen edhe do të gjejnë forma që t'japin mundësinë që edhe tu tash, edhe të realizosh, të bësh pjesë e këtyre lloj olimpiadash botërore që bëhen në kudo. Kështu që unë të dëshiroj normalisht gjitha të mirat në jetë edhe mos ju ndaj matematikës asnjëherë. Vazhdo me këto suksese që ke sjell për shkollën tënde edhe për gjithë moshatarët tu. Faleminderit për këtë lidhje drejt për drejt. Faleminderit. Gjithë mirat.